Kryesocialisti Edi Rama prezantoi këtë të diel kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Kreu i qeverisë, njëkohësisht numri 1 i Partisë Socialiste Shqiptare, gjatë fjalës së tij theksoi se në ekipin e kandidatëve për Vlorën ka një gërshetim të ambicieve të socialistëve dhe shoqërisë, të përbërë nga komunitete dhe prejardhje, si dhe opinione jo të njëjta. Me këtë skuadër, sipas kryesocialistit Rama, jepet qarku të Vlorës një ofertë që nuk ishte dhënë më parë me këtë lloj larmie, por edhe një mundësi për të përzgjedhur brenda skuadrës. Sipas Ramës, mesazhi është i qartë se askush nuk duhet të ndihet as i papërfaqësuar, por as i papërfillur në Partinë Socialiste. Unë besoj që përtej çdo individin vetvete, kjo skuadër ka një cilësi që nuk e ka pasur asnjëherë më parë një skuadër e qarkut Vlorës, dhe besoj që është një cilësi që e reflektojnë edhe skuadrat e qarqeve të tjera, po këtu në Vlorë në mënyrë specifike besoj që ka një harmonizim të shkëlqyer midis ambicjes son, qëllimeve tona dhe shoqërisë së përbërë nga komunitete, prejardhje dhe patjetër edhe opinione jo gjithmonë të njëjta. Dhe unë besoj që ne me këtë skuadër i japim qarkut Vlorës një ofertë që nuk ja kemi dhënë më parë me këtë lloj larmie dhe me kaq shumë mundësi për të zgjedhur dhe brenda për brenda skuadrës, duke i folur faktikisht të gjithë komuniteteve dhe duke dhënë përmes këtyre individëve mesazhin e qartë që askush nuk duhet të ndihet dhe nuk mund ndihet as i papërfaqësuar, por mbi të gjitha as i papërfillur. Kryeministri Edi Rama foli edhe për negociatat në Bashkimin Evropian, ku theksoi se me këtë grup të socialistëve do të rritet cilësia e jetesës, si dhe atraksioni i ofertës turistike që ka qarku i Vlorës. Sipas kreut të qeverisë, kjo përzgjedhje e kandidatëve është e duhura. Madje i tha se në këtë zgjedhje, Partia Socialiste do të marrë një rezultat edhe më të mirë se në çdo betejë elektorale të kaluar. Ne ndajmë qëllimin e madh që në këtë moment në histori ta shtym deri në fund procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, ta bëjmë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ndaj qëllimin e madh që të rrisim më tej cilësinë e jetës dhe të rrisim më tej atraksionin e ofertës që ka Vlora, që ka Saranda, që ka Delvina, që ka Konispoli, që ka Finiqi, që ka Selenica, për t'i dhënë një fuqi të shtuar vazhdimisht komuniteteve, ekonomisë vendore, jetës sociale dhe kështu me radhë. Kështu që shumë besoj që këtë herë ne do të marrim një rezultat edhe më të mirë, do të dalim përtej atij volumit me cilin jemi mësuar të mbështetjes dhe të votave, dhe do t'ju japim mundësinë shumë qytetarëve që deri dje kanë qenë simpatizantë të punës që ne mund të kemi bërë në nivelin qendror për Vlorën apo në nivelin vendor, por kanë qenë të ftohtë kur ka ardhur puna e zgjedhjeve për shkak të mospërmbushjes së kërkesës tyre për ata që e përfaqësojnë Vlorën këtu. Në fund, kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama e ka mbyllur me një foto me të gjithë kandidatët për deputet në qarkun e Vlorës, madje edhe duke i prezantuar ata për ato çfarë përfaqësojnë, si dhe për formimin e tyre intelektual dhe kontributi në shoqëri.